Në Shqipëri, nafta ra me 10 lek një ditë më parë dhe benzina me 4 si pas vendimit të bordit të transparencës që sot ka marrë dhe vendimet të tjera si kundër jeni duke i ndjekur dhe përmes lajmit fundit. Çmimi i karburanteve në Shqipëri do të shitet më lirë nga kjo e njëjtë. Sipas bordit të transparencës, nafta nuk duhet të jetë më shumë se 196 lek për litër, gati 10 lek më pak se vendimi i së shtunës. Sa i përket benzinës, maksimumi do të lejohet me 180 lek, 4 lek më pak se 5 ditëve më parë. Masat erdhën pas rënjes me 2 ditë me radhë të çmimeve në bursat ndërkombëtare, veprim që vjen menjëherë pas deklaratës së presidentit amerikan Donald Trump mbi konfliktin në lindjen e mesme. Paraditjen e së njëjtës vlera për fuqi zbriti në $97 nga 108 që ishte të mërkurën. Kjo është hera e parë që çmimi bie në $100 që pas fillimit të konfliktit. Megjithatë, kjo vlerë konsiderohet tejet e lartë dhe larg çmimit që ishte disa muaj më parë para nisjes së luftës në lindjen e mesme me $70 për fuqi. Ndërkaq Shqipëria vazhdon të kryesojë për çmimin më të lartë të karburantit, duke lënë pas Kroacinë, Rumaninë, Greqinë apo dhe Kosovën. Akuzave të opozitës për këtë shtrenjtim, mazhoranca i është përgjigjur se në këtë vlerë përfshihen edhe taksat që në shtete të tjera mblidhen të ndara. Bordi i transparencës u krijua vetëm pak ditë pas sulmit në Iran, ku qëllimi ishte monitorimi i lëvizjeve në bursë dhe vendosja një tavani fitimi në Shqipëri, si dhe për të ndaluar spekulimet e mundshme. Pavarësisht rritjes së menjëhershme të çmimeve ku nafta shkoi në 2 raste mbi 220 lek litri, Instat raportoi një rritje të konsumit me të paktën 3%. Ndërkohë, si kundër thamë edhe më herët, ka përditësime për sa i përket çmimit të karburanteve në vend përmes mbledhjes së radhës të bordit të transparencës. Ajo datës 8 maj ka vendosur që çmimi i shitjes me pakicë në produktin gazoilit standardit të jetë jo më shumë se sa 193 lek për litër, ndërsa i shitjes me shumicë jo më shumë se 181 lek për litër. Pra ndryshe nga dita e djeshme ka një ulje me 3 lek për çmimin e naftës. Ndërkohë, çmimi i pakicës në produktin benzin do të jetë jo më shumë se sa 179 lek për litër dhe i shitjes me shumicë jo më tepër se sa 167 lek për litër. Janë këto vendimet e reja për sa i përket çmimeve të vendosura nga Bordi i Transparencës në mbledhjen e ditës së sotme, ku çmimet e caktuara do të hyjnë në fuqi po sot, duke filluar nga ora 13:30 dhe do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit, ku do të pasqyrohen ndryshime për shitjen për sa i përket çmimeve. Tërheqjet vëmendje, sikundër thuhet në çdo njoftim të Bordit të Transparencës, për çdo operator të shitjes me shumicë dhe pakicë të nënprodukteve të naftës mbi detyrimin e zbatimit të këtij vendimi. Ndërkohë, në rast shkeljeve të konstatuara nga operatorët të ndryshëm, do të vendoset pezullimi i aktivitetit. Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit së bashku me atë të Financave dhe Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë janë angazhuar që të mbrojnë interesat e konsumatorit shqiptar dhe ruajtjes parimeve të konkurrencës së ndershme në treg, thuhet më tepër në vendimin e Bordit të Transparencës.